Ja është rasti na është bërë qefi apo s'na është bërë qefi për këto 110 milionë euro që na mori Beketi? Na i krefi se. Ne jo herë, qytetarëve jo. Okej. Kokër lekun. Po i merr kokër 1.1. Ai tha kokër leku, po e keq kuptuan, pas ka qenë kokër lekun. Ai i mori, po i merr dhe i marr deri 100 arkën e fundit. Sepse ky nuk është një dështim i cili ishte i papritur. Është dështim i paralajmëruar që ditën e parë. Që ditën e parë që kur u mor procedura, atëherë kur u kundërvon Begetit, u paralajmërua që kostot fund fare s'di paguaj qeveria, s'është nuk i paguajmë ne nga xhepat tan. Dhe qeveria na i merr, ne, vëllai sjellë pastaj për shërbime, për shkolla, për kopshe, për paga, për pensione, kështu më radh, 110 milionë euro, fut pastaj shtoka më të vonesat, shto shpenzimet e vendimeve gjyqësore kështu më radh, dhe shkoi deri 130-140 milionë euro në fund fare. Që janë më pak para për buxhetin e shtetit. Do bëj vetëm ka shumë skandale kjo histori. Do bëj vetëm një krahasim. Në vit, 61.000 familje për ndihmë ekonomike, disa marrin më pak se 50 milionë euro, 48 milionë euro. Gjithë familjet në ndihmë ekonomike. Për 3 vite, po ta shumëzosh 3 vite, bën të shumë që do marrë Begeti. Për 61.000 familje trajtohen në 3 vite me shumën që merr Begeti për një dështim të paralajmëruar, të cilën që ditën e parë përsëris dhe herë ngritëm këmbën e alarmit, nuk na dëgjuan. Dolën pastaj than buxheti i shtetit nuk preket. Po. Ndërkohë që deri më sot buxheti i shtetit është prekur me 100 milionë euro. Dhe do serëm në vijim se si është prekur me 100 milionë euro. Po se Begeti tash alb kontrolli është shah. Po. Në shoqëri anonime. Po nuk ka në pjesë në buxhetin e shtetit. Okej. Alb kontrolli duke qenë se ka lidhje me transportin ajror. Ka banka, ka llogari ndërkombëtare. Janë bllokuar llogarit nga ana Begetit. Pasi është pronë e shtetit shqiptar fund fare. Dhe ai ka fituar gjyqin ndaj shtetit shqiptar. Pavarësisht është qeveria. Po ja mori Belindës lekët si përfundim. Në momentin që u zbrazën arkat e llogarit e alb kontrollit, alb kontrolli kishte nevojë për para për likuiditet. Nga ka likuiditeti, ka nga buxheti i shtetit. Në dhjetor të 2021-shit, të 2022-shit, dhjetor 2023-shit, dhjetor 2024-shit dhe me aktin normativ fundit të para një muaji, janë bërë 4 transferta nga buxheti i shtetit drejt alb kontrollit. Që në totalin e tyre shkojnë 100 milionë euro. Pa çdo vit nga 25 milionë euro i kemi. Këtë vit ka qenë 30 milionë euro. Pra ishte 70 milionë euro deri vitin e kaluar në 3 transhe. Ky transh i fundit ka qenë për 30 milionë euro, 3 miliardë lekë treja, që kanë kaluar Begeti, që kanë kaluar alb kontrollit për të plotësuar ato para që i mori Begeti. Nga moja e mori, ka buxheti i shtetit, u bë transferta. Kush e mbush arkën e buxhetit të shtetit? E mbushin qytetarët, sipërmarrës, bizneset, ne me taksat, tarifat tonë që paguajmë. Tani, Rama e dinte që ishte kauza humbur kjo. Perion Belieje e dinte që ishte kauza humbur. Pse nuk përdorën avokaturën e shtetit, po i futën dhe një tender sekret, një 5 milionë euro për konsulent ndërkombëtar juridik? Se kjo është procedurë që ndjek gjithmonë avokatura e shtetit. Pra përveç se mëson vetë si institucion, kontrakton skandale vogla kemi dëgjuar kohë të fundit. Kontrakton pastaj gjithmonë kompanitë huaja kryesisht, zyrat huaja. Ka lexuar një artikull shumë interesant, më fal, që te avokatura e shtetit s'ka asnjë avokat në punë. Janë jurist apo jo avokat? Është e vërtetë deri diku kjo. Është e vërtetë deri diku. Sepse kjo që ka e bukur. Sepse për çdo pastaj, për çdo gjyq që kemi në gjyq që kemi në arenën ndërkombëtare, do të thonë konkretisht si është rasti i arbitrazhit, gjithmonë avokatura e shtetit ndjek këtë praktikë që kontrakton zyra konsulencës, zyra juridike të huaja. Pse kemi avokaturë shteti nëse marrim zyra? Tash puna nuk është se kemi avokaturë shteti. Puna është si është e mundur që pjesa dërmuese mbi 90% informacione që kam, mbi 90% të gjyqeve që ne kemi ndërkombëtarisht i humbasim. Tash të dy janë variantet. Ose që fillim fare është nisur me këmbë të keq si rasti Begeti dhe bëj çfarë duash ti. Merr zyra më të mirë juridike të botës. Ai rast nuk fitoi sepse janë kapur mesazhet. Siç u kapur mesazhet e Belindës është? Janë kapur atëherë mesazhet që dolën mesazhet e Erionit, që bënte Lalierit, që bënte presione kështu më radh. Ose në tjetër totalisht i paaf si struktura shtetërore, që dhe kur ke një situatë që mund ta fitosh, ti atë e humbet. Në pjesën dërmuese të rastit është ajo e para. Pra mënyra se si merret vendimarrjet në Shqipëri, siç e marr këto 12 vjet të fundit. I ka shkaktuar qëllimisht buxhetit shtetit humbje për miliona, për qindra milionë eurosh. Ne kemi Begetin sot që shkon 130-140 milionë euro total në vet. Po kemi edhe 180 milionë euro tjera, vendime që janë pritur për të ekzekutuar. Tipit se ka dhe arbitrazhe tjera, plot kompani ndryshme. Ti patë arbitrazhe që rastin e Durrësit, që u prish sporti. Po Maersku që pastaj kompania për arsye të paditura u tërhoi sepse u blen nga disa të tjerë, është për të zbardhur. Po ke arbitrazhe nga më të ndryshmet, të cilat sipas vetë deklarimit të Ministrisë së Financave, sot janë në potencialet e saj për të paguar notarët gjatë 2-3 viteve të tashme që 80 milionë euro tjera.